Por theksi i Ungjillit sotëm vendoset në disa gra të guximshme. Kushdo që lexon Ungjillin, të gjithin, do shohë që këto gra ishin në periferi gjatë gjithë kohës që Krishti predikonte, por në fund këto u bën protagoniste. Patën guximin që shpeshherë nuk e patën as dhe apostujt, nxënësit e tij, të gjithë u larguan dhe u fshehen nga frika, ndërsa patën guximin. Jo se s'kishin frikë, kishin frikë, po dashuria e madhe që kishte për Zotin e mundi frikën. Të kesh kurajo nuk do thotë që nuk e frikë, po me gjithë frikën t'i vazhdon përpara. Dhe ata shkuan për të kërkuar Krishtin e kryqëzuar, sepse akoma nuk e dinin dhe as nuk e kuptonin misterin e ngjalljes. E donin Krishtin për atë që ishte. Shumë njerëz i shkonin mbrapa Krishtit gjatë kohës që ai po predikonte në shërbesën e tij publike. Disa njerëz i pëlqenin fjalët që tregonte ai, paravolite, gjithçka. Të tjerët kishin shpresën që ky do ishte Mesia, që do çlironte popullin e Izraelit nga tirania romane. Të tjerë kishin interesa të ndryshme. Në kohën e kryqëzimit të gjithë u larguan. Këto gra që ndruan pranë kryqit dhe menduan edhe të mirosnin trupin e tij. Meqense Pashka ishte shumë afër, trupi i tij mos qëndronte në kryq, Josifi kërkoi trupin dhe e bajosën me era të mira, por nuk e bën gjithë ceremoninë sipas ligjit judaik. Dhe këto gra donin që ta bënin atë në mënyrën më të plotë dhe shkuan me guxim herët në mëngjes tek varri. Dhe varri ishte e hapur. Rrugës po mendonin që kush do në e rrëkullisi gurin, sepse guri ishte shumë i madh. Etrit e kishës kanë dalur shumë te kjo pjesë.